Po du më këty. Ajo që ka ndodhur, ai thot Zelenskit, u prish tërmetja pshej, ka prish këtë ndërtesa, që kjo ndërtesë ka me ra. Këto është ajo. Ai thot, jo, unë po du me rujt këtë ndërtesë. Më ka ra e ka shkatru. Dhe sot, ajo që mund po më shqetëson, është jemi të bani krahasim ndoshta të teprum mes Ukrainës edhe Kosovës. E para punës sepse Ukraina është komplet në pikën nevralgjike të këtij rendi trit botror, ku po bëhet një luftë e ashpër me një superfuqi botërore ose ndërmjet dy superfuqive botërore që është Rusia dhe Amerika, dhe Kosovës e cila nuk është në lojë fare. Ne nuk kemi lojë fare në botën, kjo është halli. Nuk e Gjini, nuk e ka krahasuar askush Kosovën me Ukrainën. Por planin e jashtëm Kosova e ka një problem të hapur. E ka një problem të hapur. Këtu është ideja. Kosova nuk është në lojë fare në këtë rend tri botror. Dhe ne kemi humbur 4 vitet e shkuara. Kush po thotë që ata amerikanët nuk mund ta kërkojnë zgjidhjen në këtë situatë në këtë moment? Shikoni, ne jemi pak të përshpejtuar në shumë edhe leadershipi Kosovës duhet të jetë i përgatitur. Ne jemi pak të përshpejtuar në shumë aspekte. Ne po flasim pak më herët Grenelli do të vijë javën e ardhshme në Kosovë. Javën e ardhshme, më falni, a është e bën me qeveria Kurti? Jo. Qeveria aktuale realisht nuk është qeveri me të cilën mund të diskutojmë. Jo, nuk ka atë çështje. Është çështja, a kemi qeveri me të cilën sot Amerika mund të më diskutojë? Jo. Në detyrë kemi. Jo, nuk ka detyrë, është detyrë. Me qeverinë në detyrë ti nuk diskuton. Jo, nuk është vërtet. Me qeverinë diplomacia në detyrë diskuton. Kur detyrë ti si e pa institucione. Ata do ta presin qeverinë e ardhshme për me diskutuar. Po tash zoti Gjini na smula me kena kryeministër këta. Ti shkon Ramushi, kishëm çu Ramushi. Po që ki kryeministër. Po jo bre drejtë që është kryeministër. Po nuk ka diplomaci që bisedon për çështje serioze me një qeveri në detyrë. Kjo është e pamundur. Do të pritim që të formohet qeveria. Është e pamundur, unë mendoj që nuk ka problemi që qeveria në detyrë. O problemi, aja kanë gjetë të përbashtën apo të modus operandi Unë pajtoj me blerimin kur thotë që mendësia. Pajtoj pastaj me blerimin kur e çun mendësia jonë provincialiste. Dhe këtu unë pajtoj se unë e kam bënë shkrem, këtë lidhje, ne para se të formojmë, do thotë, sovranitetin le ta quajmë, qofse se ju ka bën marak kjo fjalë, jemi të pavarur ato në ne, dhe duhet të krijojmë qytetarin. Qytetarin tamam i cili ka një raport realist dhe racional me botën. Se ne kemi problem në këtë aspekt. Dhe jemi akoma me një mendësi provincialiste i cili, zoti Kurti, luan me populizëm. Dhe ka kthy komplet diplomacinë e vendit tonë në diplomaci partjake. Është e vërtet, ka i përdor mekanizmat shtetëror dhe diplomatik për çështje partjake. Qysh mi të req votat e mërgjimtarëve tjere. Edhe lobin atje, është ka e përdor për çështje partjake. Dhe qasja ati partjake është edhe kura i merron pro Joe Bidenit si parti. Të lidhje me Amerikën është lidhje partjake, nuk është lidhje shtetërore. Dhe këtë e kemi po gjatë gjithë mandatit të Kurtit. Sot, ajo që ne duhet presim, prej qeverisë së ashme. Ki kështu me gabu, po në që se konsideron provincializm shtrirjen e sovranitetit, i cili rrjedhimisht i ndron rrethonat nga marrëveshja por ekonomike që ka ndodhur, që mund ta qetë plus në veri, se nuk e ki asra të qiqin. Po qyshbe s'ka ndru kurgjon, ku pornon be zoti Gjini? Be që të jenë të rënu, nuk ka ndru. Nuk ka ndru kurgjon, pa jo ma betë në veti. Po të e, cili ma betë është në veti? Realitetin e teren, real politik, me personat të cilët veprojnë në transakcionet të tila. Nuk është Serbia, Rusia, as nuk ka bomba atomike. Nuk është Kosova e 99-ës.